Në ditën botërore të ndërgjegjësimit ndaj autizmit, në një aktivitet të zhvilluar në Lezhë, specialistët theksuan rëndësinë e pranimit të diagnozës nga prindërit dhe dërgimin e hershëm të fëmijëve te logopedët, në mënyrë që të kenë progres më të shpejtë. Gjatë këtij aktiviteti, u diskutua nevoja për gjithëpërfshirje në shoqëri të fëmijëve me çrregullime në spektrin e autizmit. Kohët e fundit është vënë re një rritje të rasteve të fëmijëve me autizëm. Kjo është një sfidë për të gjithë familjarët. Faza e pranimit është faza më e vështirë për prindrit dhe ne si profesionistë na duhet të punojmë dhe në këtë fushë. Në momentin e pranimit, atëherë fillon puna e mirëfillt me fëmijën dhe sa më vonshme të jetë ndërhyrja, aq më të vështirë kemi punën edhe ne si profesionistë. Sa më hershme të jetë ndërhyrja, aq më të favorshëm kemi edhe ne progresin për zhvillimin e fëmijës. Në Lezhë janë rreth 80 fëmijë të diagnostikuar me autizëm. Specialistët ngrenë shqetësimin se numri mund të jetë edhe më i lartë, por prindërit refuzojnë ta pranojnë situatën, duke mos i dërguar fëmijët në institucionet përkatëse për trajtim dhe mbështetje.